Allahi jon, neve po të lutemi që në këtë pasi që ndjen e fundit të ligjëratave të rregullta të muajit Ramazanit, na kishe bën kabul ya Rabbel Alamin. Unë po ju thras tash juve të gjithëve që na ka një Fatiha ta knojmë për shahidat, për dëshmorët e tonë, për shahidat e tonë, të ram në ndurët e zullumqarëve, prej Adem Jasharit e të poshtë të rishti, edhe nesër e mas nesër e gjellë pargje, prej të pejgamberi kejt shahidave, ka një Fatiha me dëshirë, me zemër që Allahut na i ban kabul, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Unë po e lezoj me zanë, pra ju lezoni mas muë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Gajri l-magdubi alejhim vë dallin. Amin. Inderuar i xhamat, na po fitojmë insha Allah këtu në dunjo, na po fitojmë edhe në ahiret, mos harroni se në islam fëmijët e vogli kur të vdesin, kur i çojmë na fëmijët e vogli kur ja falmi xhenazën, ka dallim duan që ja vëbojmë ative edhe duan kur ja vëbojmë të voglive, këtive të mlojve. Për shembull, ka dek një burr apo një grua, namazin e xhenazës falet kështu: Subhanak Allahumme, tekbiri qetër, salavatë, tekbiri qetër, duaja. Në qiket dua, mrenda tekbirit fundit, kanë dallim duajat na imam, kur i bojnë e ma gjemati se din. I bojmë dua qetër të madhit, qetër dua fëmijur. E qka, hajde kalzona pra. Të mdojve, i bojmë dua që i Zoti t'ja ban vorin gjan, duaja nga kështu mrena, t'ja ban vorin gjan, t'ja fal gjunohat, ta lanë prej gjunohave si qka lahat me uj bore të shabardh. Kështu thojmë, kështu është ndoa pejgamberi e ka bon. Laja gjunot këti, sikur qka lahat të shabardh me uj bore. Do me thonë, qëtë e ditin e kiametit të freskët. Edhe, inshallah, është i Zotin xhennet, qështu. A për cult, e kemi doa në qëtër ndrishe e bojmë. Teksti i cullve a kështu, s'pa e cek i kejt. Thot, o Zot, nuk thojmë shtine këta në xhennet. Thojmë shtina në xhennet për shkat këti. Kështu dhe Allahumme teksti janë kështu arabisht. Allahumme gj'alhu lena farata. O Zot, bane këta prijes, kur dalmi prej vorrit, pris të ka u dhe e xhenetit që na të him mas këti. Kështu bojmë doa për fëmijët kur desin. E neve leqi po na desin fëmijë shti. Po na masakrohen fëmijë, po na bëhen ato çka është mazi nga durët e huja. E o Zot pra, pasi që unë burr së në arrita ata derisonte, ti bana pra për hir të ative kabul Ramazanin, bana për hir të ative kabul namazin, banaj për hir të ative kabul sejdët tona që i kemi bo, banaj për hir të ative neve kabul nijetet edhe qëllimet tona, banaj neve ti të mundshme që ulemat e tonë ta din se popullu nuk e ka për qëllim me rënu diçka e me ngrit diçka, po balancimin e ka për qëllim. Sot sahati 5 e gjimës, kjo po ven maran se kjo qetra, nesër kur ta mkrim këta, jemi të kjo qetra. Ban javë të mundër disa njerëzve ta din këta se kjo është për qëllim. Unë mendoj edhe i bindu një në thellë se kjo është për qëllim. O Zoti jon, ajo që në botë ka emrin Bashki Islame, është shtëpia me dashur se shtëpia jon. O Zoti jon, ajo që e ka sot problem, është mjegull mbi popullin ton. Pra hek na i këtë mjegull si dushti, se ti si dush këta e ban, edhe banaj neve të mundur që na t'i kthehemi të vërtetës tënde, të na konsiderojsh ti neve tut, të na konsiderojsh tut, ka ki konsideru ti tonin, i ke dal ndihëm ati, dil në ndihëm edhe neve pra. Të kujtojmë me mal ty që të patëm imam, prej kur nga kjo botë ke dal, Bilalis thërët e zan, prej kur nga kjo botë ke dal, Bilalis thërët e zan. Kur ngritem të jap e zanin, malën gjimi më kaplon, e gjithë kjo botë pa Resulin, vetëm shpirtin më ngushton. E gjithë kjo botë pa Resulin, vetëm shpirtin më ngushton. Ja Resul Allah,
يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله. Vjen Omeri me Ubejdin e lusin me lot në sy, o Bilal thirre e zanin, le të gëzohet.